është suksesi ma I madh se jam gjallë, se jam shëndosh në vend të parë, se I kam fëmijët të shëndosh edhe rrethin të cilët e njoh unë edhe pa e njoft janë mirë me shëndet. Suksesi im I madh është edhe Pilates. Dihet si është kriju, të gjithë më duket se edhe zogjët në këtë park e dinë se sipas njeriu cili ka pas probleme të shpinës, edhe sipas tij, emrit të tij është dhënë edhe Pilates, cili ka filluar për vetveten pa kushtrimet dhe pastaj ka vazhdu edhe me shokët e tij për me mujt me arrit suksesin. Suksesi im tjetri shumë I madh është që 2 djemtë e mi I mirën me Pilates dhe shpresoj se unë si nanë mundem me thënë se janë të suksesshëm, por flasin kandidatë të tjerë të cilët thojnë I ke fëmijët shumë të mirë. Ajo e mira është kur fëmiu koncentrohet në çdo kandidat enkas, pavarësisht a janë 10 në sallë, a janë 5 ose 1 në sallë. Do me thënë çdo krijesë njerëzore është shumë e vlefshme. Se ti kur hin një kandidat në sallë, ti njëherë duhesh me njoftë edhe psikologjien. Nuk është vetëm hajt, ne të vjen edhe I marr parë ti bën ushtrimet e del. Jo, paraja nuk është në vend të parë. Në vend të parë është që klienti si t'hin I lodhur në sallë me dali buzëqeshur. Çdo njeri pi neve kemi probleme në jetë. Nuk ka familje cila nuk ka diçka. Edhe ju derisa keni ardhur këtu keni has në problemin e trafikut, bajtjes kamerës, përgatitjes e të gjithat. Por me rëndësi është që klienti me ditë njëherë së pari anatomien mirë, si thash psikologjien, anatomien, kineziterapien. Nuk është unë po e shikoj diçka në televizion edhe po shkoj në një kurs 3 javë, 4 javë dhe bona instruktor. Ja, nuk është ashtu. Duhesh me pas shumë prevojën e madhe dhe duhesh me marrë dijenien për njerëzve adekuat të cilët e njohin mirë atë degën. Çdo instruktor duhet me njoftë kur ti po thu po më dhem qafa, nal ka dale të shikojmë ku është problemi I qafës. Mos është I lidhur edhe me krejt muskujt rreth boshtit kurrizor, edhe në enkas edhe për boshtin kurrizor. Instruktori I cili unë e kam pa shumë instruktorat të cilë dalin në televizion për me qenë të njoftun dhe pastaj I bojnë disa ushtrime dhe ju tregojnë kandidatëve, unë të merona kur I shoh disa ushtrime që e di që I bojnë dëm çatij kandidatit. Por unë tupani nuk e marr me shkune për Prishtinë me thonë kjo është I mirë, ai është I keq. Tash shqyr zotit ekziston interneti. Edhe nëpërmes internetit mundesh me pa edhe disa gabime. Për shembull, Jane Fonda, kur e ka qit kasetën e saj të aerobikut, mas një kohës të shkurtër e ka tërhek. Kur une ku mujt me e vrejt se ka disa gabime në ushtrime, e ka vrejt pastaj edhe treneri I saj, cili vetja ka dhënë edhe e kanë tërhek. Ajo është shembulli se mosha nuk të ndalë vetëm mungesa e dëshirës dhe as bie muçolli dëshirën e ka të pashuar. E duani vetveten. Si t'jeni ju e aft, sikur se në aeroplan që po shkru njëherë duhet me qitë parashuti nana e pastaj fëmiu të vetë. Do të thot shumë porosi e mirë. Ti duhesh me qenë shëndosh dhe prindëri duhet me qenë I shëndosh për me mujt me I dhën jetë fëmijut të cilët na e lojmë pastaj pas vetës. Dhe hecni, ushtroni, ushqeheni, mos u nevrikosni me gjithken. Nuk ja vlen.